Shikues të nderuar, mirë se erdhët në një emision të ri Fakte. Viti 1990. Shquhet me ngjarje të mëdha, me kthesa të mëdha për Kosovën dhe popullin e saj. Por ky popull, këto ngjarje, këto ndodhi të kohës manifestoheshin të shumë individ, të shumë familje, të shumë lagj, të shumë qytete, qyteza, fshatra e tjera e tjera. Bajraku, apo siç njihet në traditën shqiptare, familja e flamurit, ka qenë njësi territoriale e cila përbëhej nga disa fshatra, kryesisht të zonave malore. Bajrakut i printe Bajraktari, i cili njëherësh ishte edhe figura e të parit të fisit. Kur në këtë temë flasim për Llaushën e Drenicës, Bajrakun e mbante familja Kurti, në krye me kryefamiljarin Hazirin, për ta trashëguar këtë titpet më vonë tek djali i tij i riu Zeqir Kurti. Së fundmi, në vitin 1875, flamuri të ashtu quajturve 7 bajraqe ju përcjell familjes së Hysen Selman Bajraktarit, të parëve të Rexhës, Miftarit, Halilit e Ademit, që janë paraardhësit e fundit të familjes së 7 vllazërve Geci. Halilit, Fadilit, Ganiut, Haxhiut, Nebiut, Nehatit dhe Esatit. 7 vllazërit Geci vazhduan shtegu të trasuar nga paraardhësit e tyre. Me këtë rast, le t'i kujtojmë vetëm fundvitet e 80-ta dhe fillim vitet e 90-ta të shekullit kaluar, ku 7 vllazërit Geci nga Llausha ishin aty ku duhet, te veni. Në përkrahjet lëvizjes aktive paqësore të udhëhequr nga presidenti Ibrahim Rugova, për të vazhduar kështu duke qenë edhe përkrah të luftës së drejtë armatosur të udhëhequr nga komandanti legjendar Adem Jashari, që nga ditët e para të saj. Me komandantin legjendar, ata përveç si familje i lidhte atë dhe dashuria, ishte edhe relacioni nip dhe daj. Ndërkaq, si për koincidencë me presidentin historik Rugova, ata i lidhte e kaluara e tyre, sidomos në kohën e luftës së dytë botërore dhe në betejat e mëdha që zhvilloheshin me partizanët, duke qenë këta disa ballistë të devotshëm dhe duke ranë heroikisht me 10 nga familja tyne, ku dihet që e ngjashmja i ka ndodhur edhe presidentit Rugova duke ja kidnapuar babgjyshin dhe babën në shtëpi dhe duke i ekzekutuar varrit të cilëve nuk dihen as sot ku ndodhet. Pas luftës së fundit, familja e 7 vllazërve njihet si institucion meritor referues për shembull të devotshmërisë patriotike dhe kombëtare. Së fundmi, familja e 7 vllazërve Geci është rritur, fëmijët dhe niprit e tyre kanë përparuar në aspektin e ngritjeve të tyre akademike, duke shkolluar dhe patur në xhirin e tyre ekspert të lëmive të ndryshëm. Ata sot numërojnë rreth 100 anëtar të familjes. E po, tema e sotshme që ka e pashmangshme, dhe nga ky përshkrim, nga ky ekspoze, del vetvetiju. Dhe ajo është 7 vllazërit Geci. Për të rikujtuar se Miftari, vllai i babgjyshit të tyre, ishte Zavenc, komandant i Shaban Pollushës. Për të vazhduar më tutje, ky mision përbëhet nga rrëfimet e 3 nga 7 vllazërit Geci të Llaushës. Dhe këta janë vllau i madh, Halili, ose Bacalil, siç ne e quajmë, është Fadili dhe Ganiu. Le ta ndjekim rrëfimin ekskluziv të Halil Gecit. Bacalil, kur për herë të parë fizikisht e ke taku Ibrahim Rugova? Kujtohet që për herë të parë jam taku me ty të dera, na ke marrë edhe na ke dërgu të Ibrahim Rugova në atë shtëpinë e shkrimtarëve. Ibrahim Rugova, 7 vllaznit Geci në Llaushë. Të gjithë i dim na ato kohëna.
e ndërtimit, fillimit ndërtimit të shtetit Kosovës. Gjithë jemi dëshmitar të asoj kohë. Ne si familje kemi vujt në përshekuj, në për histori, kemi përmini që në ka tërmoshkujt luft me pushtus. Dhe për neve, institucioni ka qenë i shajt, edhe deri sa Ibrahim Rugova kanë bru jetë, ne kemi përkrahë si institucion. Ne i kemi besu institucionit se ai institucion që zgjidhet nga vota e popullit është i shajt dhe ai do të përkrahen. Atëherë tani dikur më vonë ishte edhe kushtetuta e Kaçanikut, ne kemi përkrahë kushtetuta e Kaçanikut, mbrapa këtij institucioni ka qenë Ibrahim Rugova dhe ne kemi përkrahë institucionet. Dhe Ibrahim Rugova natyrisht ka qenë një njeri i madh, ne kemi kon përkrahë institucionet, në mbështet të institucionit. Dhe kemi një të arsyeshme në si vllazën edhe në formacion ushtarak, edhe politikisht me dalë në mbështetje të tij. Dhe nuk kemi pishmën fare për këtë. Neve si vllazën asgjë s'kena bën për pa ulë bashk dhe me marrë vendime, sepse vendimet bashkë janë gjithë më të fuqishme. Me Ibrahim Rugovën takohemi në shumë pika, se njëtën tragedi që ka pësu gjysht e tina dhe babe dhe gjysht e tina, njëtën tragedi ka pësu familjet tona. Ne për vete si vllazën e kemi përkrahë me mbështetjet pa rezervtisë se rreth vete ka pas elitën kombëtare intelektuale, që ajo elitë sot është vështirë me u bashku, se kanë ndodhur gjonat pakëndshme dhe elitën kombëtare, elitën nacionaliste veç e kanë shpërndamra në asaj partije, që jemi dëshmitar të kohës. Prandaj, neve, kjo na ka shty urtësia ti. Ti pak më parë përmendë se ju intereson të fqive dhe tjera dhe shteteve një front i jugut. Ibrahim Rugova ishte ai që e nali atë katastrofë. Ndoshta ti shumë ka dikush, ndoshta unë, tisha vetë, ndoshta isha mashtru, hajde, po him luftë tonë edhe njëherë për gjithmonë po dalim pjesë rrugë. Po, ma vonë tregun rezultatet se aja ka pas mirë. Ajo ka qenë një politikë shkëlqyeshme dhe ky njeri dhe kjo elit u rreshtu mas burrat më i krijoi miqësi të madhe me botën. I ishte më të mëdha amerikanë, evropian, pro perëndimor, u largu nga lindja sepse kështu na mendoj shumë, se lindja na e provuam dhe nuk gjetëm shtete të askush. Nuk pat ndonjëherë ndonjë lohatje? Folëm më parë se rrethonat asoj kohe i dim gjithë i kemi përjetu. Atëherë nuk met as 1 milimetër hapësirë e asaj autonomie që ne të veprojmë, as në arsim, as në shkencë, as në kulturë, dhe gjithçka gati veç mori fund. Dhe unë me përkrahjen e vllazën fillum pak me u rebelu. Jo, pse na ka thonë ne Ibrahim Rugova, por Ibrahim Rugova thonte, nëse ju kujtohet, dikur se çdo kush ka drejt me mbrojt pragun e shtëpisë vet, askush ja ka më të mos e mbroj pragun. Edhe ne u përgatitëm për raste të tilla, që neve spakut mbrojmë mos i korritëm varret. Asnjë më hap nuk e kemi bën pa njëri tjetrin. Unë i falenderoj këta, më kanë ndihmuar shumë, mirë, po kanë pas për shka ndihmuar se kemi pas një njeri të madh. Atë njeri mundet mi krahasu njerëz të kalibra vetë, që kuna që qenë Tomi Bleri, njerëz të kalibra botnor, që ka thonë, kam derin që ja shtri dorën këtij burri. Ai ka qenë një njeri me një autoritet dhe me një fuqi jashtëzakonisht të madhe që i ka bë për vete edhe miq të mëdhej, se sa di kemi për krah neve, po edhe neve natyrisht në si vllazën na ka bë vallai, na ka bë çaq na ka forcu për liri, domethënë na ka përgatit për liri, edhe nëse kur edhe koha me marr pushkën, pa hezitim e kemi kapë dhe kemi mbrojtur, jemi kohë për krah Demjasharit, edhe natyrisht për krah Ibrahim Rugovës. Por edhe në atë kohë, edhe pushkën kur e kena marrë, nuk e kena marrë pushkën, pa ja pyet Ibrahim Rugovën. Ti e di mirë që na sa herë me orë kemi folë me profesor Aganin, na ka këshillu, kujtohet, jena konë notë se i dikocës, dhe ke ju lutem, ti ju na duhni. Në thëshë ma banë me bo, na akcion, na duhni ju lutem. Ju lutem, na asë një hapsa s'kem bona pa institucion. Ti e din edhe vetë, edhe kur ka kris lufta, një marrë me u konsultu me Ibrahim Rugovën. Orientimet tona ka qenë që na mos me punuan në çordën vete. Ju më konsultu me ty nëse të kujtohet, kom folë me të njerin Gjemal Mustafa. Gjithmonë konsultimet kanë pas rezultate dhe jemi këtu ku jemi sot. Vitin 98, betejë e Prekazit, ku ishit ju në atë kohë, ka qenë një situatë shumë e rëndë dhe e vështirë edhe për juve?
Ne e kemi pas një besim shumë të madh në Ibrahim Rugovën se aja ka ditë që e ka popullin të paramatosur. Dhe u duft me ndihmu megjve. Ibrahim Rugova nuk u shkue lirinë dhe pavarësia e jonë në ka ardhë me ndihimin e megjve, me krijimin e miqësisë që ai krijoi. Natyrisht pushka jonë e UÇK-s nuk mund të thojmë që nuk e ka pas rolin e vetë, po që o rol dominant. Unë e mendoj se në atë kohë nave që na ka të përgatit. Unë ndikun në 89 i kam paspru armët për perëndimi dhe nuk na jemi ka të përgatit për luftë me bombë me Serbinë, po me mbrojt pragu në shtëpi. Ibrahim Rugova nuk ka pas hap që nuk e ka ditë që ku jem na dhe si frymon Drenica në kohë. Edhe në kohën se ne kemi pas fatin që kemi qenë edhe ne pedaj me Ademir Rasharin. Edhe gjithçka çka ka qenë këtu, i informu të Ibrahim Rugova njëherë përmes teje, nëse të kujtohet, njëherë jo po gjithë gati përmes teje, përmes profesor Agani, përmes njerëzve, domethënë ne nuk kemi bën asnjë hap në kryen vetin nga frika se mos po i dëmtojmë proceset. Veshte Bacëslin kanë ndëgjuar nga Ibrahim Rugova UÇK-ja është dorë e zgjatur në Serbisë? Absolutisht jo kur. Ato janë shpifje dhe propaganda caktura, njerëzve caktur, për mi deviju politiken e LDK-s dhe të Ibrahim Rugovës, politiken pro-amerikane, pro-perëndimore. Këtu ishin dhënë para dhe ishin caktuar njerëz për propagandë caktuar, për më deviju këtë politikë. Para mendoje, po të devijan të politika rugoviane pro-amerikane, ku do të ishte Kosovës. Këtu në Drenicë ka qarkullu një letër se Ibrahim Rugova është atar dhe vllachkot e Adem Demoqit dhe ish burgos politik duhet me marr lëvizjen atëherë çun LDK ka qenë lëvizje. Prandaj ne këtu kemi hasur konflikte me ata njerëz. Jo konflikte verbale kanë qenë, konflikte verbale që nuk mundemi me quaj njerëzit që janë zgjedhur nga populli në këto forma, me quaj me fjalën fjalë tradhtar, me quaj me terme të ndryshme. Fillojnë bombardimet. Bacalil e sheh Ibrahim Rugovën në fotografi me Miloševićin. Thuma ndjesinë dhe përjetimin e atëhershëm, jo të sodit. Po të tregoj, absolut qushenit sot, nëse me beson, qushenit sot e kam një atëherë. Absolut, asë gjithë vërtet atë s'kom një, shpirtnisht s'kom një gjithë vërtet. Ibrahim Rugova o konë një nacionalist dhe një ballist i papërmisueshëm. Ai s'ka ditë çka është frika, te din më mirë se unë te, kemi qenë bashkë shpesh herë, kur i thoj shumë rrugë, po na vrasin more me snajper ka i bishëm aty ka po shkoj shumë në kvartë. Jo më se kem atë në fak, po hajde ecëm. Ibrahim Rugova ka qenë një nacionalist dhe një ballist dhe një nacionalist i papërmisueshëm. Thuhet se Ibrahim Rugova ka kërkuar ndaljen e bombardimeve për me shpëtu jetën e vet, ke ndëgjuar me veshët e tu? Ja. Këto janë rrana, këto kanë qenë, ndëgjo, du më tregu se edhe një pjesë e LDK-s, nuk du më jau përmend emra për shumë arsye. Në Tiranë ka pas njerëz që kanë thonë Ibrahim Rugova është në ngrat ose ai njeri nuk e përfaqëson LDK-n dhe Kosovën. LDK-s, njerëz aty. Dhe ju më konë rrezik unë vetë ju më konë rrezik më myt me ta. Do të thotë ne, krejt çka ishëm, njerëz që ishëm treshtuar mas Ibrahim Rugova si mas këtij ekipi, si mas tyne njerëzve na dolëm me një farë formë, me një farë do farë tradhtar. Nëse të kujtohet janë atakuar edhe me ty në Tiranë, edhe ka qenë edhe se në Llasaliu, më duket edhe dikur o Sabriva, dikur ka qenë. Dhe i kena bisedu këto biseda. Dhe kurrën e kurrës, as ma të voglin, dyshim pas, nuk e kam as son, as familja ime dhe as gjatë të. Bacalil, a e ka dashur Ibrahim Rugovën? Bacalil e ka dashur Ibrahim. Por nuk, ku po mund me bokso pyte, ne kem dashur me shpirt, më rëbur njeri që e ka shpëtu një popull. Parizerë më kem dashur. Po pishe pasojat të sodit. Qa ta mërmenja po si kur tish, dikush tjetër në vend tina, a e ka qenë tani dikur tash pidojnë tonë. Na atëhere kemi dash me shpirt që sot pivujnë pasojat, kurse sot kur ai nuk është në botën amshushme, sot për shkojnë ja kanë botë tyrë bevarën. Ata generalet, ata komandantat e UÇK-s.
Ja kanë bo tyrbe, kërën për falet, ja këshin bo bira të fol të varit ti. E ne kemi darë, Basilile ka darë Ibrahim Rugove në më shpirt, që nuk i kam kursy as të 2 pika gjak për te. A mund të nathush për ndonjë dopsi të Ibrahim Rugovës? Unë jam i vogël dhe mi janë numru dopsit, sa jo një njeri i madhë, dhe nuk kam mundësi jo në mi janë, por që kam pas unë, të Ibrahim Rugova kemi mësu shumë gjona kam mësu urtësin. Kur tjerë të kanë ofendu, a i ka hesht, ka thoi, ju falimderit. Kanë ofendu e qose, kadareje e tjerë, unë nga ti mësova me qeni urtë, me qeni durushëm. Dhe vllazët e mi e kanë qenë njëtën praktike kanë bo, sepse kanë pa një burtë madhe, një mendje të gjuar të njeri, dhe unë besoj që mendimin tim e kanë bojt gjithë njësoj. Tonë, pa dalim. Jo vetë, edhe të fëmija ka depërtua rugovizmin në familjen time. Bacalil, në takimet që ke pas në zyrën me Rugovën, a ke kritiku në herë Ibrahim Rugovën? Po, e kom kritiku nga njëherë kur gjonat nuk i prejke. Ishin do gjonat që u dashke me jura, nuk dojke me bo përqarjes, dojke. Ka ndodhë, për shembull, në fushë Kosovë që ishin 2 kryetar, 2 kryesi, dhe i thësha, thuj more njonët, dhe jo, të lutëm, edhe këta kena vend bolë. Konë njeri shumë i madhe, nuk ka dash me humbë njerë. Bacalil, Ibrahim Rugovën e ka kritiku për pimjet dohanit. Po pimjet dohanit e kam kritiku se pike ka 4 poqeta. U ka qenë edhe i zajfën për qyshmës me... Në udhem ka një gjithë që i shumë rrëthina, e pike dohanit se i ka pas qëtësime, një njëri që ka një proces të madhë ndorë, një proces që varet populli për ti, në vërtet ka pas njeri seklet. Në hap me Rugovën, si ja kështë zbërthyti këtë titull? Se pas vendimit tim, është shumë i letë me zbërthy. Ibrahim Rugova ka qenë një vizionar, që nuk mundet filozofinë e ti politike me zbërthy në ata një Halil Gec ose në akademik. Në hap me miq, në hap me shokët, në hap me situatën, në hap me rrethonat. Mos me dalë jashtë hapit, jashtë rrethonave, se jashtë rrethonave, jashtë hapit, gjithçka del ma dop, ma keq. Ibrahim Rugova api mungon Kosovës? Ai, qa ke thonë, po na ka mytë bre. Mytë bre në ka, qështë po i mungon. Hajde po të pyti unë ty edhe, a ka mujtë Kosova pej i kjestina më shem një hap para me jetë. Asë një hap para Kosova, asë ledekeja nuk ka jetë. Cili është hapi, cili. Thumë na dikosh që e bënën që të hapë një udhëheci dhe një njerëz që ja u la gjithat mirat ndorë. Ja u la miqësi, ja la pavarësinë e gatshme në tryezë. Halos kemi na një pavarësi të plotë. Halos nuk e di a shifet kjo, nuk e di, nuk shoh çfarë pavarësi të plotë ka. Bacalil, faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kë rrëfimi ekskluziv i Bacalil. Bacalil është Bacalil, është ai i cili është, dhe si i tillë që është shembull i një udhëhecit kësaj familje të madhe. Bacalil shquhet edhe me aktivitete dhe punë dhe devotshmëri të mëdha, edhe të atyre të cilat në këtë rrëfim ai smujtit i paraqes, pak nga modestia, pak edhe nga koha e kufizuar. Ndër njerëzit e parë që nisin aktivitetin politik në komunën e Skenderajit dhe atë ushtarak, ishte vllau i dytë i tyre, Fadil Geci, ai së bashku me Idrir Recin, Sejdi Kocën, Halil Gecin, Hamzi Asharin, Gjafer Murtezin e tjera, ishin bartës të çdo aktiviteti nisur nga themelimi i LDK-s në Skenderaj në vitin 1990, organizimin e referendumit për pavarësi në vitin 1991, zgjedhjet e para parlamentare dhe presidenciale në vitin 1992, si dhe organizimet e para për siguri dhe mobilizim për luftën eventuale. Le ta ndjekim rrëfimin ekskluziv të Fadil Gecit. Ditë para, fillimit lidhjes demokratike, ne si vllazën, kem do të tyra të ma kanë lënë mua më në këtë punë edhe kam shkuar një ditë para kontaktimit me Ibrahim Rugovën kur ka filluar. E ka pas sinqeritetin
pastërtinë, edhe me siguri ka pas anaj vlerësim, që ashtu ju mundu me pyte, me këshillue, me mendime, me dhon këtë pastra, shumë herë pak, ka pak që jep najherë si që lejsha kështu, kisha mendjen, e kisha pastërtinë, e ka vrejt, çdo gjonë, pej fillimit, Lidhja Demokratike ka qenë e organizume dhe komuna jonë, me qëta banorë, dikun 6.000 banorë që i kena pas, ka prit pej neve. Unë du me të spjegu vetëm një vullnet i madh i popullit në fillimin, në organizimin, dhe në momentin që e pom kush janë këta njerëz, është Ibrahim Rugova, historinë e Ibrahim Rugovës, familjes tij tonë, ajo që da ka lidhë këto dy familje, dhe çdo gjë që ka frymu në ato vjet, ka frymu peqat i trupi, peqat i veni, gjithçka ka frymu që na kem shku, gjithçka ka funksionu në aty në 10 vjetëve. Peqat yt e kem pas një detyrë me i do detyrat, me organizu jetën dhe ka funksionu komuna Skënderajt, ka funksionu normal pe aty. Kem pas situatë shumë tronë shtu, a pja qëllojmë, a o momenti, a duhet qitash. Qita njerëz ishëm tjedh me Adem Jashar, ishëm tjedh me luftën, ishëm tjedh me momentin me qëllu, a është momenti qitash, a qitash, unë shkësha edhe u këshillajsha me profesorin Femi Agoni. Pak ma i letë, më respektejke, ditë shumë dhe bisedaj shumë. Profesor, qka me bo, se ne jem të gatshëm me nisë luftën edhe mësë mi qu shkollën, ku da heqen. Tha Fadil, tha e dini punë po. Tha që Serbia njëherë nuk shëpe. Mund mi dhro, 100 vjetë që aty dhe nesër, që ta 100 vjetë, nesër ta 5 që aty në qatë shkollë së mund him. Tha a bën, tha edhe më deke edhe më smehi, nuk bën dyjat. Mirë është me aqillu me deke me hi. E kur edhe pak. Organizanu, mos dini publik, marrë edhe pak, shtërnganu në momentin të caktum, kur armiku, a ma letë tosh kur të poshtë, se armiku du të mja gjithë ta momentin kur është ma i legë. Armiku i jonë, hasbi jonë, Serbia është t'ju ligë. Po, na duhet bashku me këtë metodë, deri në momentet kur të shumë që du të më ndru. Në Skënderaj, në fryma e precedentit Ibrahim Rugova, ka reflektu prej Prishtinë ka ortu gjitha shtresat, edhe të burgosive, edhe profesor doktor, edhe gjitha kategorit e njerëzve, edhe të vujtën i ken afru për i herë. Gjithë kanë funksionu, kanë vepru bashkë. Kjo fuqia, Idris Reci e ka pas, Idris Reci u konë kryetari jonë, nuk kam qenë pak më i ri, funksion, gjithçka ka qarkullu, qashtu e kum pasat energjin, po i kem pas njerëz caktun, ka qenë komplet strukturat, gjitha familje, gjithë njerëz, gjithë intelektualet e Drenicës ka qenë të lidhun në këtë proces dhe ka funksionu mirë. Kryetari i referendumit për Drenicë kam qenë unë. Atëre patëm bo një program nivel qendror, që kush mundi qendra stupësit ma shumë, dhe të mërë që s'dijim ku dojmë dalë, Serbin e kem shpinë, dhe nuk u dishëm pasojat, edhe i kem morë, edhe në për komunat ja dikush kem pozë, dhe të stupësa i kem morë, po është interesant. Komunë Skënderajt është shpallë, referendumi ka qenë nivel me sukses, po masë minjeti jem gjetë edhe organizimi, edhe funksionimi, përmes gazete ka qenë komuna Skënderajt. Pe Lidhjes Demokratike, ne kem qu kryetarin e forumit rinor. Unë kam qenë për kryetarin e forumit rinor e kena quhe me Adem Jasharin. Edhe këto nashta nuk di sa, po kjo është e vërtet, çka po do më thonë, dikush nuk nashta për herë të parë, po në vend të Adem Jasharit, që u shku në Shqipëri, e ka zavencu, ka qenë Gani Koca një person, që ka qenë caktu me rini, e ka hjek Adem Dërgutit, pse e shku në Shqipëri, edhe e ka qitë kryetar të forumit Hashim Thaqin. Kjo për herë të parë po folet. Po kjo është e vërtet. Kur ka marrë veshun, ku më thonë kjo nuk bën edhe ju, se këtu kanë qenë, këtu jënë prej tanat, edhe marxistet, edhe këtu jënë thuj gjitha shtizat që jënë konë nivel përqarjet shqiptarë që jënë konë, këtu kanë fillu, ka pak jënë mënu këtu me nëzoven, që unë menej që ka qenë e dëmshum edhe kem menu që ka muj me afru, që ka së mujmë që kem po dërmu nuk kem shupe. Programi i jonë e Ibrahim Rugovës, e i organizimit, unë që ka mendej, Drenicë ishim të gatshëm për gjithçka. Të ne kanë ndiku pozitiv të ne vëllezërit Geci, po them të familjet. 2 familje patën rolin kryesor, e patëm rolin, tash po e them këto çka ka qenë. Familja Jashari e patën ndikim shkunë ata moshkuj. Njerëz që metëm me mbrojt, e që patëm pasojat mëdha, e që tash po i shohëm kanë kanora ato pasojë. I kem ditë atëherë, kem qenë na. Pse kem mbrojt institucionin, pse kem mbrojt shtetin e Kosovës? Lidhja Demokratike i kem pas doma ato detyra. Në momentin që fillum me nda, momentin që e bom referendumin për pavarësi, momentin që kushtetuta e Kaçanikut,
Gjithçka u menun në përvena, i kanë dorë, edhe nivel qendror kanë qenë njerëz të caktuar, edhe ko. Ne kemi pas një program me një farforme të vetë organizimit, po na sulmoi notës, po dim kanë bëna vjen, ka qenë, i kemi pas caktuar njerëzit, kanë qenë ushtrimet e para, janë bën Llaushin, bën Ademin, me këtu me Rini, gjithçka, jo vetëm këtu, komplet në për gjitha fshatat i ke pas të organizuar në vetë mbrojtje. Me njerëz caktuar, me njerëz profesionalista, i kanë pas detyrat, i kanë pas vena të caktuar, i kanë pas detyrat të caktuara dhe kem filluar me funksionu. Çdo komandant që ndrenic ka qenë LDK, ka qenë me mua. Edhe kuvendet që e kanë marrë në Rezall, janë qenë tillë që ta komandonta Trezallës, një 2 a 3 që janë sot, e Taçarevs, janë komandonta, e Llaushës, e komplet Drenicës, e vetë Adem Jashari ka qenë kuvendin mbikëqyrë në Rezall, në 98. Tek i ke marrë organizimin deri në momentin ton ka qenë veprimtar të LDK-s. Adem Jashari në 98-ën po thuni ka qenë Rezall. Adem Jashari kur e ke marrë kuvendit. Fillim sepse në mars ka ndodhur betejë. Po na kena marrë dikun shkurt, tash me data caktuar bëjmë me gabu, e kena marrë kuvendin shkurt të partisë. Dhe Adem Jashari ka qenë në Rezall, ka marrë pjesë çakin e telash doj, akida i telash diçka, se këtu ka qenë thymja e marksizmëve, leninizmëve edhe orientimit ton. Dhe aty kem pas në një fërkim bukur të madh, edhe kem qenë gjys për gjys. Ka qenë tendencë përvetësimit të figurës Adem Jasharit. Adem Jashari ka qenë në mënyrë institucionale i orientuar dhe i drejtuar. Adem Jashari ka qenë qytu ku është. Edhe Sali Çeku, Adem Jashari, Zahir Pajaziti janë figura që e kanë pas këtu dikon. Unë nuk besoj që ka nevojë më thonë shumë, mos se kjo tash publike ka thonë vetë Rifat Jashari, unë po them kjo. E kena çuar na kryetarin e rinis, Adem Dërgutin me Adem Jasharin. Ku janë këta tjetër atëre? E kanë përdorur për nevojat vetë, Ademi është Adem, edhe familja Jashari. Ky njeri ka qenë unë mendoj, kanë një profesionalisht i përgatitur, se dihet deklaratat e tij edhe më herët, në shllaqet më të mëdha ku kanë me akademik të Serbisë. Familjarisht ai që është, e kum vrejt të paret, se aty kam qenë, s'ka pas jam i pas në dorë kur. Të ona morale, e kum vrejt që s'punë, që disa udhëheqësa tjetër kallaj ishin në rrullë, dhe këta të përgatitja profesionale, intelektual, çka ka akademik, çka ka njerëz të mendjes, i ka pas rreth veti, nuk ju frigue që dikun ai njeri ka më gabu. Programi jon ka qenë me ecë proceset përpara, interesi i përgjithshëm me ecë, edhe aty e kem pas që taj njeri është vetëm orientimi perëndimor. Drenica dhe LDK s'ka, po flasim për mas lufte. Gjatë luftës ka pas përpjekje lëvizje për më thyë në Drenica dhe këto. Tanë na familjet që kanë qenë me tradit, pejtë familjes të Ahmed Elis, familjes Shaba Pëllushës, këtë djali që u vra, familja jonë. Asni familje që ka pas tradit nuk ka mujtë më thyë. Disa familje tjera jonë thyë. Vetëm president ka thonë historitor familja Ahmed Elis, e një ai është Ibrahim Rugova. Deri vën e kem pas na tavolinën që e ka pru Hamzi Jashari për shtëpi, tavolinën dhe këtu, e ka pas që i regjistrojnë në fillimin, ka qenë i familjes Jashari. Kjo ka qenë puna e parë. Domethënë me themelimin e lidhjes demokratike në Drenicë kanë qenë Hamzi Jashari, Fadil Geci edhe shokët komplet, mos gabojnë na. Idris Reci, Sejdi Koca, Xhafer Montezi që na u kanë bashkangjitur komplet intelektual të Drenicës. A do të thotë kjo që Rugova definitivisht është babai i pavarësisë të Kosovës? Jo do të thotë, po temel edhe fillestar i këtyre proceseve në momentet më të vështira që ka marrë barrën edhe ka filluar është Ibrahim Rugova. E ka marrë referendumin për pavarësitë të Kosovës. Mi marrë referendumin ndërmjet tenkave të Serbisë për pavarësitë të Kosovës është lidhja demokratike edhe një domethënë ka luajtur rolin e shtetit. Nuk ka qenë parti, po ka luajtur rolin e shtetit. I ke marrë referendumin me zgjedhje, me gjitha ka qenë të organizuar për lidhje demokratike. Që është për çdo lavdat, unë duam të përmend një Anton Kolën, që më ka metë mund kry një për udhëheqësa. Kanë qenë shtylla të momentet vështira të kombit, lidhjen demokratike që u mvar për këtij organizimi për këtyre njerëzve. E kanë kry shembullor. Në mini shtet është edhe familja, se o celula e parë e shoqënisë dhe kombit. Si funksionon kjo familje? Janë 7 vllazët, gjithë cili prej të madhit e den vogël e ka vendin e vet pa zaventsueshëm. Funksionon shembullor. Domethënë gjithë cili në vend vet, rolin e vet dhe është për mrekulli funksionon. Je i sigurt që janë nxjerrë në hap me Rugovën? Jo i sigurt, po unë besoj që kam dhënë dëshmi, bazë të veprave së punës si e marrë dhe këtu, se jem një hap është një rrugë që jem një drejtim. E ky drejtim ka qenë i Rugovës që jem në ato. Me çdo gjë kam dhënë argumente se jem në njëjtë rrugë. Kjo luftë jonja është
ne e kem thonë, edhe po e thojmë sot, është vazhdimsi e luftës Çaba Pollushës. Vetë bjaull ka qenë anglo-amerikan, këto ka thonë që ky Halil Bayraktar, Miftar Bayraktar, që kemi marrë shpinë këtu, edhe ka thonë vetëm bjaull është përzgjedhjen e problemit perëndimi. Na vetëm kem vazhdu, gabimet që i kanë bërë dikush nuk i kem bërë, ka shku, kë kem shku na, edhe udha jonë, edhe Ibrahim Rugos ka qenë kjo, edhe unë mendoj që nuk ka qenë, jo mendoj, po jem kot pathyeshëm që jem nuk drejt, edhe po shihet që jem kot drejt. Fadil Geci, në ke dashur Ibrahim Rugos? Jo, kum dashur. Po kam qenë çdo të premte, 16 vjeç, 17, çdo të premte kam qenë unë atje në shtëpia tina. Po me to, jo na bashkërisht ndo mbledhje, ndo këshilla ka herë kur ishte moshë, kur u këshilloj shumë diçka që na vyke që ishte moshë edhe si familje, ishte moshë edhe si regjion, ishte moshë si territor, që na dalloj këtë për tjetër, konsultimet, këshillat e kam borgutet, edhe urë turmu. Çështu i kanë me syt. Edhe bëse ku po. Ju kon shumë ofër, gjithçka kem qenë të gjithë, orientimi, rruga, drejtimi, gjithçka ka qenë aty. E pas ke dashur rrugon shumë. E kom pas pa shqipla se ka qenë vetëm një që blanka kom pas besim. Fadil Geci, faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit, edhe për juve, faleminderit. Shikues të nderuar, rrëfimi i Fadilit me vërtet ishte mbreslëns. Ati nuk i shpëtuan edhe lotët kësaj radhe. Kishte një ndjesi të veçantë ndaj president Rugova, kishte komunikim që nga ditët e para ashtu siç rrëfeu ai. Tani radha i erdhi vllaut tjetër. Cili është ky? I njoftur si vllau më temperament nga 7 vëllezërit Geci, si një djalë energjik, si njeri që punon me bindje dhe njeri drejt. Kush mund tjetë ky përpos Gani Geci? Leta ndjekim rrëfimin e tij. Kush o Gani Geci? Unë jam një prej vllaznive që e kam mbrojt me fanatizëm Republikën e Kosovës, shtetin e Kosovës, kushtetutën e Kaçanikut. Dhe e kam mbrojt me fanatizëm drejtsinë e Zotit dhe shqiptarinë. E kam mbrojt pragun e shtëpisë, e kam mbrojt jetën e temë dhe vllazërit mi. Gjatë gjithë kohës jetës time, po edhe në familje si ri, kem edhe traditë ndoshta edhe pe i prindërve, me mbrojt të drejtën atë që e din. Dhe kur s'ki të drejt, me kërku falje. Unë jam si tip që në momentin që s'kam drejt, di me kërku falje. Dhe në momentin që kam drejt, dhe ajo e drejta jonë është një kauzë, siç ka qenë e drejta për liri dhe për pavarësi, nuk më ka dhimbë me dhonë edhe jetën, po edhe familjen me shkri. Edhe si familje, po edhe si person. Në formimin e lidhjes demokratike janë formuar edhe njësit tjera, vazhdimsi që kanë qenë për formimin e shtetit, ministri tjera, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Brendshme. Me instimin e lidhjes demokratike të Kosovës, që janë shku në ushtrimin ushtarak ka Adem Jashari, Zerpa, Eziti, Saliçeku. Faktikisht i pari ka shku Saliçeku, këtë e thotë edhe Rifati. Dhe kur janë kthy për Shqipëria, si duket gjatë rrugës ka ra lista e atyre që ka shku në ushtrimin ushtarak në Shqipëri, dhe forcat serbe i kanë rënë gjurmë dhe ju kanë flugë konkretisht Adem Jasharit me familje me shkatru. Me 10 dhjetor 1991 kaset pushka e pare liris në Drenit dhe aty kërset në Prekaz. Në kullën tonë të katë doja i Adem Jashari Osman Geci, edhe thët ishte ora dikon rreth 5-30 minuta, kur atje kërsasin pusht, në dojër tonë kërset dhe thret Osmani, bashkë me Adem Gecin. Dhe na thojnë, a keni brebur me na gjetë një pushk, se një pat përliftojnë. Ne vllazët i kishëm shef pusht në xhamit Llaushës, në kulmin e xhamisë. Faktikisht gjitha armët që kishte pru Bacilet për prendimi, ne i kishëm shef sepse armët i mbanëm në moment për me mbrojt pragun e shtëpisë, por në ndërkohë qoftë se rastësisht vinë kontrollat pe xhamie më shumë, pe kulmi më shumë i marr kur dashmi, se këtu xhamin e kemi afër. Po unë personalisht një Kalashnikov me 5 karikatore kisha të kryt. Jam dalja, kam dha Osmanit, i kam thonë për të bëhet 1 orë kam e kon atje. Dhe mbrenda 1 orë unë jam nis të Sejdi Koca, Bacilile kishte qenë një pushk, edhe ja kishte dhënë Sejdi Kocës. Që Sejdi Koca më vonë ishte kryetari i lidhur me ai. Ne e kemi marrë atë pushtë Sejdi Koca dhe unë jam nis për më shku me ndihmua Adem Jashari, çush i thash Osmanit. Këtu kanë qenë gjithë nacionalista. Pej Çaba Pollushe e prej Bayraktarit parë
dhe më thonë që është Miftar Bayraktarje, Halil Bayraktarje, po edhe pej Zeqir Kurtit, ky vend ka qenë nacional. Asnjëherë s'ka mujt këtu me bon komunizëm dikush. Bilin e biles kur e kanë prunë 45-ën e krim për familjen e vogël, që thonë e kanë prunë me i bë drenicën komunista, e drenica ka bën ato ballest. Dhe e kanë pushkatu Fadil Hoxha edhe Ali Shukria në 1945. Edhe ato virtytet e presidentit Rugova, ajo lidhja jonë me presidentin Rugova kanë qenë sepse baba e babgjyshi i tina kanë qenë nacionalist dhe baba e babgjyshi joni kanë qenë nacionalist. Faktikisht janari vitit 45 është fatal për dy familjet tona. Neve na i vrojnë 7 moshkuj e ati ja vrojnë baba e babgjysh. Dhe këto lidhjet e vjetra si nacionaliste, këto e prekun se cilin kur të rritet dhe unë kanë prek. Dhe unë aja lidhja me fort e familjes tonë me Ibrahim Rugovën ka qenë lidhja që mrena janarit 45 kur Kosi dhe Ozna i shkatrojnë familjet nacionaliste, i shkatrojnë familjen president Rugova dhe ai Jeteri dhe familjen tonë dhe baba jonë Jeteri. Ti shkon dhe i del për krah Adem Jasharit në këtë kohë. Ti shquhesh edhe si një eksponent i devotshëm i partisë të Ibrahim Rugovës, LDK-s. Që shpjegohet kjo? Ademi ka qenë LDK-n ka formu Hamzi Jashari. Ajo tavolina e Hamzi Jasharit, kur formu dega LDK-n Skënderaj, është halat në anë lokale tona, që e ka pru pishpije. LDK-n ka formu Fadil Geci, Idris Reci, Bacilil, Hamzi Jashari, Sejdi Koca, Gjafer Murtezi. Këtë regjistrimet që njerëzve që në bon lidhë dramatike, u konë Hamzi Jashari ai që ka mojtë fletore. Rifat Jashari dhe në atë tetën dhe në degë, dhe që u vro familja të ka qenë në kryetari degës në Minhen. Prandaj, lidhjet tona me lidhjen dramatike janë lidhje me shtetin e Kosovës, sepse lidhja dramatike i shteti. Antagonizmin mes Ibrahim Rugovës, LDK-s dhe UÇK-s, sepse ka një antagonizëm artificial, ti argumenton, pohon këto? Jo, lidhja mes UÇK-s dhe LDK-s është e pashmangshme, s'ka mundësi UÇK-ja ka lind në 95-ën. Dhe në bazë të atyne që pëthojnë e kena bo UÇK-n, është një njeri, Gjavit Aliti për të këmbon atë 4-ën, Brahim Kelmendi për të këmbon atë 3-ën, Nejt Hasani për të këmbon atë 5-ën, unë kam qenë ma gjithë një datë kër u bo UÇK-ja. Unë e di kur ka liftu Adem Jashari, o 31 dhjetor në atë njitën, edhe është dita e veteranit. Po atëherë veterani kuj është kjo që ka bon atë 5-ën. S'po muj me dita është veterani UÇK-s, a veterani Adem Jasharit. Nëse on 31 dhjetori në atë njitën, si dita e veteranit ushtrisë trimtore të Kosovës dhe është me ligje e formume, e votume në Kuvendin e Kosovës, atëherë është fitimi i lutës. Dhe këtë lutë ka fillu LDK. Tjetër është që ma vonë manej kanë dalë për kornizave, do me thonë, kanë ndryshuar gjonat dhe ne nuk kemi lujt. Ne nuk kemi mujt me shku në një parti tjetër, po ata kanë ikë për parti sonë. Gjithë ata luftetarët e UÇK-s, që në kontranit, janë në partinë tonë. Po ta spjegoj këtë me një rast thjesht, do të thotë në 1998 kur është bërë kuvendi i degës së Skënderajit. 5-6 ushtarë edhe unë mesin e tyre që kam qenë kryetari i forumit rinor, kemi qenë në kuvendin e fundit në 98-ën në Rezall. Do të thotë, dhe nuk mundesh ti me hik atij realiteti. S'mundet me i kasë një Sejdi Geci që është vllavi i komandantit në Laush, që u konë delegat i kuvendit, nuk mundet me i kasë Sulejma Selimi, kur LDK-ja me Marsit Lenit e mënuat me caktu kuvendin në Klinë ose në Rënik, për me morë kalon për mrena, Sulejma Selimi ka qenë ai që ka shku i ka thoi drejtit, jo, kuvendi ka më mojt aty ko është e kontroluar pe UÇK. E jo atje ko është e kontroluar pe serbe. Këto e realitete që nuk mund kontestohen. Vetë lidhja dramatike u kon shteti një kohë, sepse gjithë popullin 90% në një vend, kon 90% në popullit, aty është shteti, aty është Kosova. Mandej kanë filluar ndryshimet, domethënë me propaganda, me agitacione, me rrena. Presidenti Rugova e ka internacionalizuar problemin e Kosovës si problem pas zgjidhur në Ballkan. Dhe presidenti Rugova nuk e kena lënë vetën, sepse ka qenë në rrugën e Zotit për ardhjen te të liria. Unë një kohë kam pas mendu që me një kalashe njeku Serbinë, si i ri, sepse aksionin e parë kundër forcave kemi kry me urën të Adem Jasharit. Por ma vandja mbid, kur ka fillu lufta që Serbia ushtarakisht është me fort edhe se Shqipëria, edhe se vendet e Ballkanit. Ta e jam mbid që Ibrahim Rugova e ka dit, kur s'ka fillu luftën në kohën e Kroacisë dhe në kohën e Bosnjës, e ka dit që fillimi luftës në Kosovë është shumë e rrezikshëm se në Bosnjë, sepse serbët nuk na kanë
as me gjuhë, as me kulturë, as nuk lidhën kërkun. Dhe ata urrëtin më të madhe e kanë pas të shqiptarët. Dhe sikur të kishte fillu lufta në kohën e Kroacisë dhe të Bosnjës në Kosovë, viktimat do të ishin 500.000. Projekti Trugovës për pavarësi, ai ke besue 100%. Slogani liri, pavarësi, demokraci dhe mos përdënim i dhunës, presidenti Rugova ka përdor mjeshtrisht jashtëzakonisht fuqishëm në botën perëndimore. Presidenti Rugova dikush është mundu me bon Adem Jashar. Nuk ka pas asnjë lloj mundësie me bon Adem Jashar, sepse në kohën kur ka kërku pavarësi, liri dhe demokraci, ai është dashur me bon interes. Pse po thojmë me bon interes, sepse u dashur me u kajt. Në interesa ka kajt përpara botës që dikush me dal me nimu fëmijët e Kalkutës. Sa presidenti ka kajt para botës që dikush me dal me nimu kombit ti, me nimu për një herë mirë me hjek zgjedhjen prej Serbia. Kosovën Serbia e ka ndërthur edhe juridikisht jashtëzakonisht fort. Dhe ne jemi mas luftës dëshmitar. Sa probleme kanë shku deri te GND-ja për shkputjen e Kosovës nga Serbia juridikisht. Dhe presidenti Rugova ka ditë mirë, e ka studiu mirë edhe kombin e vet, po edhe juridikisht problemin e Kosovës, edhe i ka shku zgjedh probleme hap pas hapi. Mendoj unë kështu, sepse zgjedhja probleme hap pas hapi vjen deri te pavarësia e Republikës Kosovës. Në fillim, kur është mbajt Daytoni dhe është përjashtu Kosova nga Daytoni, kanë fillu thyrjet mbrana Kosovës, pse Kosova u përjashtu për Daytoni dhe Kosova. Dhe do ta humbë edhe pavarësinë, do të humbë gjitha e ka Ibrahim Rugovën me urtësi nuk shkohet kërkon dhe para dalin njerëzit jashtë, emigracioni Kosova po shprazës, por emigracioni shqiptare ka marrë luftën këtu. Presidenti Rugova ka arrit me homogenizu popullin e Kosovës në luftë me Serbinë. Na ndonë, me ty jemi njoft për ka arë presidenti për Italia. Dhe unë kam qenë aty edhe ju, keni qenë aty kur ka arë presidenti Rugova, dhe gjithë njerëzit më neshin me vejtë dorën me aprik. Qështu bon që nëse cilin vend botës mas lufte, ka fitu ata që kanë fitu luftën. E vërteta, se publik ka qenë me ata që kanë fitu luftën. Dhe luftën e ka fitu NATO, dhe NATO e ka pru me politikën e ti paqësore, me politikën e ti të zgjuarësis, dhe me politikën e ti të imponimit për problemin e Kosovës, presidenti Rugova. Zërat që flasin për presidenti Rugova, i spjegojnë mas miri bota. Dhe ata që e shojnë i spjegojnë mas miri bota. Nuk mujnë Ibrahim Kelmendat, Xhavet Halitat. Nuk mujnë me spjegu kush ose se kanë pa veç mas lufte. Ndërsa gjithë bota me ty, bashk, gjithë krert e botës, qoftë Francës, Anglisë, Gjermanisë, Amerikës, po dhe shteteve tjera, e kanë njohur presidenti Rugova, prandaj edhe ka marrë çmime. Një person që merr çmime për zgjuarësi, çmime Sahara, çmime tjera. Atëherë ne jemi dhënë mastina për arsye se ka qenë një prej burrave që ka pas një vizion dhe s'është tërhiq për atij vizioni. Ibrahim Rugova po thëhet një politikë fitimtare. Është vështirë që unë personalisht studioj veprimtarinë e presidentit Rugova sepse ajo është një veprimtari e bujshme dhe unë s'kam qenë prezent, keni qenë ju në të gjitha takimet presidenciale që në botën perëndimore. Presidenti Rugova e ka pas një vi. Nuk ju ka do asnjëherë pavarësisë së Republikës Kosovës. Me këtë fuqinë, potencialin që e ka pas për intelektuali, do thotë që me bind botën perëndimore, që janë Ballkan o pavarësia. Dhe ajo koha kur thonte, po dele dhe ajo, e hapun prej Serbisë dhe hapun prej Shqipërisë, sepse e dinte që ndarja me Serbinë nuk ka lehtë. Ne ushtarakisht kemi pas fuqi. Jo që s'kemi dashur. Asnjë njeri që ka pas pushkën në dorë, nuk thot që s'ka dashur me luftuar me një Serbinë për këtu. Pas kemi mujt. Në sikur të ishim kona që e kishim çliru Kosovën, që e kemi çliru, s'ka pas nevojë marr 56.000 forcat NATO. Prandaj ne s'kemi fuqi të mëdha që të mburremi që ne kemi çliru. Ky vend në bashkëpunim me ata që kanë ka pushkën, është çliru dhe me vizionin. Na shumë kohë se kena ditë çka e kena pa një flamur aty mas presidenti Rugova, edhe nuk e dishim pse. Faktikisht dikush ka ditë, po aty e mante edhe simbolet e kishte. Himnin, flamurin, ishte i përgatitur, Dardani, Parja, ishin përgatitur për presidentin Rugova. Le të më tregon dikush çka kanë pas letër, këta që e sulmojnë Ibrahim Rugovën, çfarë letre kanë pas për shtetin e Kosovës? Që ne të ma tregojnë vitin 92, çfarë letre kanë pas? Çkrume. A kanë pas himn, a kanë pas Dardan, Parën, çdo letër që kanë pas shkrume. Këta s'kan pas asnjë gjë shkrume. Këto i ka pas ngry dhe
vizjon presidenti Rugova. Prandaj, për mu ka qenë një pej njerëzve që unë ma vënë e kam kuptu, edhe mas lufte që është shumë i madhë. Në hap me Rugovën, Gani Geci qyshe zbërthen? Vetë kjo fotoja që jeni ju të dy në një hap me Rugovën, dhe pra vjen keq që si mi konë edhe na në hap me ty e me Rugovën, edhe atë e ku një shku ju për me kërku pavarësinë e Kosovës, jep me kuptu që pavarësia e Kosovës vjen hap pas hapi. Dhe hapat e Rugovës janë konë shumë të mëdha. E din që s'ka pas njeri që më net me Ibrahim Rugovën. Pa hapin e ka pas më të madh se tan ata që në konë, sepse hapi i tij u kon pavarësia. Çdo hap që e ka qit, u kon pavarësia e Republikës Kosovës. Presidenti Rugova ka qenë ai që Gani Gecin e ka bind që është më mirë me prit plumin se me bon diçka në kundërshtim me parimet e presidentit Rugova. Dhe po them e kom prit. Masi jam kthy me 19/10/2001 është vrarë Besim Dajaku, një prej djemve të parë që ka shku të presidenti Rugova, vrarë Bekim Kastrati, edhe jam plagosur me unën e presidenti Rugova, jam shku mu shërum më bënd fel. Shumë ma mirë për mu edhe për këtë familjen tonë me pa qenë aton vranë se me pegu pavarësinë e Kosovës. Dhe ne jemi munu deri në 2008, kemi qenë edhe nënshkru, unë jam edhe nënshkru si pavarësisë Kosovës, nuk jemi munu mas me pegu pavarësinë e Kosovës. Në çfarë do forme, sepse janë da këtu që e kanë pengu pavarësinë e Kosovës. Ju e dini se edhe me rezolutën 244, si fazë kalimtare, projektorati ka qenë në frymën 3 vjeçare. Dikush e ka vanu këtë proces. Dhe historia ka me spjegu kush e ka vanu. Historia ka me spjegu kush ka dhënë urdhra me vrarë njerëzit e Ibrahim Rugovës. Kosova ka rshit pej durve të intelektualve në duart e analfabetëve. Kjo o rreziku më i madh për Kosovën, ndërsa kur u kon presidenti Rugova gjallë, Lidhja Demokratike ka pas një 12 akademik të partë në listën e deputetëve. Ibrahim Rugova për i mungon për Kosovës shumë, sepse fjale ati u kon e madhe dhe para bashkësisë ndërkombëtare. Fjale urte e madhe që kanë të dhenë. Presidenti Rugova u kon vetë fuqia. Vetë fjale ati u kon fuqia në bashkësinë ndërkombëtare dhe në Kosovë. Prandaj është i dashtën për gjithë popullin e Kosovës, edhe për Shqipërinë, edhe mësim për intelektualin dhe mësim për politikanin e Ballkanit. Gani Geci, faleminderit shumë për këtë bisedë. Edhe unë falenderoj shumë. Shikues të nderuar, ndoqëm kështu rrëfimet e 3 vëllezërve Geci. Tani tema ishte 7 vëllezërit, sepse janë 7. Por këta 3 janë ata që kryesisht kanë komunikuar me publik, janë edhe 4 të tjerë. Është Haxhia, Nebiu, Nehati dhe Esati. Në fakt, me Esatin më ndan një relacion i veçantë, sepse Esati së bashku me të afërmit dhe kushërit e tij, bashkimin, afrimin dhe Besim Dajakun, ju bashkangjitën ekipit të Gardës Civile të presidentit Rugova dhe ishin aktiv deri në ditën e fundit. Me këtë rast, një nderim për Besim Dajakun, i cili u rob pabesisht në rastin që rrëfeu Ganiu, rasti i cili nuk është ndriçuar ende dhe e kemi bërç që këtë ta ndriçojmë. Për ta përmbyll këtë emision, i cili për temë pat 7 vëllezërit Geci, më lejoni që në fund ta bëj një rekapitulim që konsiston në krejt këtë ecejake të kësaj familje të madhe, ty fillue prej bajraktarëve të parë deri në, le të themi, 3 periudat. Në periudën e, le të themi, Azem Galicës dhe luftës së tyre, ku këta ishin për krah shqiptarëve dhe ishin luftar të denjë. Luftën e Shaban Polluzhës, ku dhe eksponent nga familja ishin në ekipin e ngushtë të komandës Shaban Polluzhës dhe luftës së tyre. Dhe lufta e fundit, dhe me thonë, Gani Geci, Halil Geci, Fadil Geci dhe krejt familja ishin krahas familjes Jashari, duke, si që thash, edhe bazuar pak në lidhjen Daj e Nip. Me këtë rast, shprehem një nderim për këtë familje, për kontributin që e kanë dhënë për Kosovën dhe për ndjesin, lojalitetin dhe besnikrin që pashmangshëm dhe në mënyrë konsistente e kanë pas për
Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe presidentin e saj historik Ibrahim Rugova. Ne pëndahemi këtu duke ju përshëndetur dhe duke ju rikujtuar që emisionin fakte mund të ndisni çdo të hënë orën 21:30. Po ashtu, emisionin mund të ndjekni në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovcin, por si që thash herën e kaluar, do t'ju them edhe disa herë, ju lutem që këtë kanal ta bëni subscribe ose abonirën në gjuhën gjermane, sepse ka shumë bashkëdhetar që e përcjellin, sepse me këtë rast ju do të informoni për gjitha përmbajtjet që mund t'i ketë ky emision. Ju lojmë me një, le të themi, kolazh fotografish dhe disa pamje nga familja e 7 vëllezërve Geci. Mirupafshim.